Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xjalaluhu. Salavat dhe selamet i adërgojmë të dashmërit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me veçanërisht në këtë natë që duhet sa më shumë salavate të dërgojmë vëllezër, është dhe nata e xumu. Dhe lutim Allahun xhalla xjalaluhu që në këtë natë tek, e cila është një ndër natat pjesë marrëse e cila mund të jetë nata e Kadrit, lutim Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu dhul xhelal të na bën pjesëtar dhe nga pronarët të cilët janë pronarë të natës së Kadrit. O vëllezër, padyshim se tash duhet ta shfrytëzojmë pak shkurt këtë pak pauzë. Nuk mendoj që jemi lodhë shumë në ibadet, po e kërkon pauzën pak trupi, tamam. Dëshiroj me bën një pyetje përsëri dhe librin inshallah e morrim falas ai që do ta din përgjigjen. Mirë po, sikur që tham pa kopjuar në për telefona. Po dëshiroj të bëj një pyetje përsëri të vitit kaluar. Mendoj se ma afër jeni për t'i gjetë. Nëse ju kujtohet, këto pyetjen vetëm për ta marrë librin, nëse ju kujtohet e vitit kaluar për librin. Pastaj inshallah do ta bëjmë një pyetje tjetër me librat kështu. A jeni gati ajo? Në vitin e kaluar kemi treguar për një sahabit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili e kishte emrin Ebu Huraira. Dhe kemi pyetur se si e ka emrin Ebu Huraira, si quhet Ebu Huraira dhe si quhet nana e Ebu Hurairas. E treguam ngjarjen se si e ka pranuar Islamin Ebu Huraira dhe nana e Ebu Hurairas, që ai ka vuajt prej nonës së tij, e treguam, mendoj se nuk është shumë larg në vitin e kaluar dhe e mbani mend, a? Kush i gjen të dyja? Emrin e Ebu Hurairas radiallahu anhu dhe të nonës së tij. Ha? Fadlavut. Edhe një? Umejme binti Subej, po. Nonën, bravo. Po Ebu Huraira se ka emrin? Abdurrahman veçëm? Ibn qish? Abdurrahman ibn Sakhar, po? I të thonë. Tamam, bravo. Tash si ta ndojmë këtë librën? Sa pjesërisht? Ha? Ha? Kur shumë i vogël, atër Davud, bëjrom librën komplet. Edhe pse në fakt Davud e gjetë ma të vështirën, Umejme binti Subej, ma vështirën është e pak do ishte për ta gjetë, apo? Ha? E ka kupju? Kjo do në thore se i riu e ka memorin të palodhër edhe mban mend. Prej vjetë e ka mbajt mend, apo she? Na prom që ka folëm, ata bëjmë pyetjen e promshmit përsëri. Kajri inshallah, pyetja që vijon, inshallah është me të librën e vogël, po unë do ta tregoj ngjarjen edhe ju do ma tregoni pastaj emrin e këtij sahabiu. Tamam. Këtë ngjarje e transmeton Imam Tirmidhiu, një pjesë të hadithit dhe Imam Buhariu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mirë po këto që e transmeton Imam Tirmidhiu, Imam Ahmedi edhe të tjerët që e transmetojnë nga ky sahabiu, i cili tha se kur vinin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur erdhi në Medinë, së pari herë tha njerëzit
dolën ensarët që ta presin të gjithë me merak dhe me qef dhe me vërsulje të gjithë që të dalin ta presin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur migroi pra nga Mekja për në Medinë. Pastaj tha o vëllezër, mua më interesoi tha ky njeri që dhe unë shkoj ta shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kush është ky njeri. Dhe ky ende nuk ishte musliman. Mirë po dëshironte që ta sheh. Çfarë fytyre ka, kush është ky njeri? Tha kur afrova afër, duke hyrë te xhamia njerëzit ishin mbledh. Ishin të buar rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkurt edhe që ndoshta e dinin ngjarjen kështu domethënë gjërësisht, po aty ku domi të arrim, tha kur u afruam afër, tha unë në këtë transmetim tha direkt kur u afrova afër e ndëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë kështu: Ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Tha ndëgjova këtë hadith duke thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të thonë: o ju njerëz, përhapni selamin dhe ushqenja të varfërin, jepni ushqim të varfërit të han, tha dhe faluni natën kur të tjerët janë duke flejt, të futi në xhenetin e Allahut xhella xhelaluhu me selam me paqe. A ju kujtohet emri? E keni ndëgjuar shumë dhe hoxhallarët e kanë përsëritur shumë herë, sidomos domethënë këtë hadith. Edhe një? Abdullah ibn Salam. Bravo. A diti dikush tjetër ajo? Dërgoja. Kjo është pra Abdullah ibn Salami, i cili ishte një nga ato robinat e jahudive. Ishte nga çifutët në Medinë dhe ky ende pa pranuar Islamin, tha kur shkova që njerëzit e pritëshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, tha dëshiroja që ta shoh dhe unë, tha me të parën herë që kam pa fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha e pash që nuk ishte fytyrë renacaku. Fytyrë ndriçuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj na e tregoi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vlerën e faljes natën kur të tjerët janë duke flejtur. Normal që është lodhje, mirë po, nëse i posedon çito cilësi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falu natën kur të tjerët janë duke flejtur, nëse dëshiron që të futesh në xhenetin e Allahut xhella xhelaluhu me paqe. Dhe një ashtu ky kur e pranon Islamin, në këtë moment e pranon Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulullah, jehudit tha janë njerëz të poshtër shumë. Tha kur të vinë ato nuk e din për Islamin tim. Tha pyeti për mua kur të vinë se çka do të thonë për mua. Kur erdhën jehudit, i pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha çka thoni për Abdullah ibn Salamin? Ata të gjithë thanë me të vërtetë biri i hajrit ton, më i miri jon, më besniku e kështu me radhë, më i ndershmi, i dietari jon e kështu me radhë. Duke e livdëruar Abdullah ibn Salamin. Tha çka thoni, tha pejgamberi sallam që me thon ai që e kanë pranuar Islamin? Tha Allahu e ruajt ai kurse ban këto. Se pranon Islamin ai. Nuk mundet ta pranon. Dol, tha Abdullah ibn Salami, i mshehur, doli pastaj para tyre dhe tha inni ashhadu an la ilaha illallah. Unë dëshmoj se nuk ka zot të adhuruar me merit përse Allahu xhella xhelaluhu. Në moment tha ndryshuan jehudit edhe filluan që ta fyejnë Abdullah ibn Salami dhe tha ky është biri më i keq i joni dhe më i poshtri i joni dhe ky aslan nuk ka pas as dituri dhe të kishte qenë ky i drejtë në fenë tonë, nuk do kthehej në fenë e këtyre e kështu me radhë. Tha i shef se si janë jehudit, me të vërtetë janë ato aq të poshtër kështu si krijesë subhanallahu që edhe gjithherë historia i ka dëshmuar se i kanë thyje beslidhjet e tyre, sikur që i thënë vazhdimisht e i sulmojnë dhe muslimanët vazhdimisht, ku lutim Allahun xhela xhelalu që Allahu t'i shpëton muslimanët nga dora e tyre, e veçanërisht ato të cilët janë në Gaza dhe në Palestinë, e Allahu xhela xhelaluhu i shkatërroft ato zullumçar nga vetë mbrëmësia e tyre. Dhe me kaq inshallah e mbarojmë, mendoj që bani amend mirë emrin Abdullah ibn Salamit se nëse jemi gjallë në mod, mos e harroni.
Allahu i nderoft, Allahu i shpërblet.